Pamje fantastike nga ura fshat, edicioni 76 i kërcimeve. Për ata që s'kan pas mundësi të jenë fizikisht prezent. Zonja dhe zotri, në hapje të garave, e përmenda pak më parë se në bashkëorganizim është edhe fondacioni për Gjakovën kuadër të festivalit Ditët e Shqiptarit. E ftaj Erman Hasimin, kryetari i fondacionit për Gjakovën, që ta hapë tashmë të hapur manifestimin e sotëm në garat e sotme. Ja Ermani ku është? Erman, çfarë mund thuash në hapje të këtyre garave? Do kisha dash të kërceja dhe unë, po kam frikë. Mirë ditë atë gjithëve. Fondacioni për Gjakovën është në vitin e 3 të aktiviteteve të tij. Ky është sesioni i 3 i ditëve shqiptarit, kemi edhe ditën e nëntorit. Qëllimi jon kryesor është në fakt që Gjakova të rigjejë gjithë atë shkëlqimin që ka pasur gjithmonë dhe të nxjerrin pa vlerat më të mira. Në këtë aspekt duhet të thënë që në këto 3 vite aktivitet sa kemi, besoj që kemi bërë një farë pune të mirë dhe shpresojmë që në të ardhmen do të vazhdojmë edhe njësoj. Aktivitete si ky janë aktivitete tradicionale që përfaqësojnë shumë mirë në fakt edhe shpirtin dhe frymën e gjakovarit dhe dashurinë edhe për natyrën, natyrisht, për të aktivitetet e tjera kulturore. Shpresoj që të kënaqemi sa më shumë edhe le të shoqërojmë edhe kërcysit me duart trokitja. Kalofshi bukur gjithë. Faleminderit Erman. Unë po bëhem gati të kërcej nga kërcimorja, ti bëhem gati të kërcesh nga ura. Unë po duart trokas më mirë. Ishte ky Erman Hasimja,
njeriu që i ka dhënë shpirt festivalit Ditët e Shqiptarit dhe festivalit të Nëntorit. Tash po bëhemi gati dashur miq, unë po i afrohemi zhytësve të Mitrovicës, cilët e kanë kontrolluar këtu. Ju lutem prezantoj. E keni bërë kontrollin e kësaj pjese? Po, kontrolla është bërë, thellësia është 6.2 metra, që është e përshtatshme për kërcim. Faleminderit, 6.5 metra thellësia e ujit, diku mbi 20 metra lartësia. Shohim zemrën e madhe të kërcyesve që bëhen gati. E tash një voglush do ta bëj hapjen solemne nga kërcimorja. Po, zhytësit bëhen gati për të ofruar siguri për kërcyesit. Është Kani Basha, si që përmenda e përcjellim me duar trukitje deri në kërcimore. Është nipi i Gonxhën Qies, legjendës së kërcimeve në ujë. E përcjellim Kanin e vogël 5 vjeçar që vazhdon traditën e familjes Gjiha Pasha për kërcime. E dëgjuam pak më parë se ky moment do t'i vetë të voglushit kanë gjithmonë në kujdes, e kur bajnë varat e viteve tashme, do ta kujtojmë këtë moment. Kanit i urojmë suksese. Por trokitje për Kanit, Juria, 10. Ishte një kërcim atraktiv i voglushit, e ne bëhemi gati për kërcimet e para. Fillojmë me kërcimet nga kërcimorja 13 metërshe, do të bëhet gati për kërcim Ardjep Berisha. E themi të dashur miq se në garat e si vjetme risi është edhe pjesëmarrja kërcyesve nga Bosnia e Hercegovina, përkatësisht nga Sarajeva, vllazërit Ensar dhe Alia Bugari, cilët do të kërcejnë për herë të parë edhe nga kërcimora edhe nga ura e fshehtë. Bëhemi gati pra për kërcimet e para në këmbë. Juria e festival e garave përbëhet nga kampionet e këtyre kërcimeve që këtyre kërcimeve. Jusuf Bokshi, Yll Mandxuka dhe Gonxha Qila janë antarë të jurisë. Kemi kërcimin e parë? Kërcimet e para janë në këmbë nga kërcimorja. Ardjep Berisha. Ardjep. Po vetë bebe në vogë që të Dhe bëhemi gati për fillimin kërcimeve talëndyshe nga kërcimorja 13 metërshe. Bëhet gati Ardjep Berisha e pas ti është kërcim Selimi.
Juria gati. Ja. Dobre. Hajde. E përcjellin Mardjabin. Juria, vëmendje. Përcjellin I parë, Artjak Berisha, Juria 9.5, 10. Shkëlqim Selimi bëhet gati. Shkëlqim Selimi. A është shkëlqimi I gatshëm për të kërcyer? Kalojmë te Ensar Bugari, I cili vjen nga Sarajeva. E përshëndesim me tua trofitje. Përgjithësin nga Bosnia Hercegovina, I cili ka marrë pjesë në shumë gara, edhe në garat e urës së Mostarit, edhe në garat e Sarajevës, në Jajca dhe gjithkohë. Një tuar trofitje për mysafirin që kanë nderuar garat e Sivjetëve. Ensar Bugari. Belly flop. We're gonna do a belly flop. Belly flop. Përcim 9.5. Bëhet gati Sigur Gashi. Hadi. Oh, look at him. Sigurin nga kërcimorja e dytë. Bëhet gati për kërcim Juria vëmendje. Sigur Gashi, vlerësimi I Juris 9.5, 7.5. Bëhet gati Ahmet Gashi. Ahmet Gashi. Nuk është. Alia Bugari vjen që është vlau I Ensarit nga Sarajeva. Me qenë se është hera e parë e mysafirëve nga Sarajeva, do t'ju kisha lutur që me tuar trokitje t'i japim mbështetje përqysit nga Sarajeva. 18 vjeçar. Përcimi Alia Bugarit 10.5, 9.5. Leonid Gashi bëhet gati për përcim. Leonid Gashi. Troja. Mo, si bret fort. Hadi bu çıktı. Çıktı var. Atje, yok. Bak tu. Kent Krasniqi. Nga kërcimorja e dyta. Ne tojnë ai.
10 metrëshe, Ken Krasniqi, 9 metra, drejta. Ken Krasniqi, 9.5. Ka përfunduar raundi i parë i kërcimeve në fakt në stilin dallandyshe nga kërcimorja. Ta shkojmë me kërcimet në këmbë nga ura. I pari që do të kërcej është Alban Cana. Alban Cana. Zëla. Pakës muzik, nëse regjia është gati, lutën qitë karusit e kërcimeve në këmbë që të ngritën lartë tek ura. Derisa po presim që të ngjiten karusit të lartë dhe të përcjellin kërcimet në këmbë. Themi, jemi duke shkëputur të dashur miq historikun e karave tradicionale. I përmenda një numër të madh kërcyesve që kanë lënë gjurmë e trimi lartësive ishte dhe dallandyshja Besim Mulliqi. Ai hyn radhën e sportistëve të dalluar të Kosovës që për sportin, për sukseset të sportit lejoi edhe vete. U rrit në një familje sportistësh, vlerimi dhe lulëzimi kishin sprovuar veten si kërcyes nga lartësitë. Besimi ishte kampioni shumëfisht i Kosovës nga ura fshet. Ishte antar i klubit Notit Vllaznimi, e quajtën me drejt 3.000 lartësime. Siç është legjendë për vete ura e fshet, legjenda e kërcimeve në mbetet edhe djaloshi shpirt gjare zemër madh Besim Mulliqi. Si 15 vjeçar, si një dallandyshe e vërtet, duke ndjekur rrugën e kërcyesve të njohur gjakovar, Besim Mulliqi nisi fluterimet në stilin e tij të njohur. Si përfaqësues i sportistëve notues të Kosovës, duke mbrojtur thellësisht ngjyrat e klubit Notit Vllaznimi, Besim Mulliqi 5 herë mori pjesë garat e kërcimeve nga ura e lartë 30 metrësh e Mostarit. 2 herë në vendin e dytë dhe në kërcimin tragjik vitin 88 ishte në vendin e parë. Pas familjes Mulliqi, Sali Riza, kampioni shumëfisht nga ura fshet, njihej për kërcimin e tij stilin dallandyshe, duke tërhequr vëmendjen e madhe edhe të mediave të njohura botërore. Ai me kërcimet e tij promovoi jo vetëm lojra tradicionale të kërcimeve nga ura, por edhe Gjakovën dhe gjithë Kosovën. Ende nuk kanë arritur kërcyesit për kërcimet e para në këmbë. E të themi se një periudhë e lavdishme e këtyre garave është me kampionin e shumëfisht të Florit Gashi, i cili disa herë është shpallur, është kampioni pesfisht në pritje të kërcimeve me këmbë nga ura. Ishte nën kampion i garave të kërcimeve nga ura e Mostarit. Jetë këto të dashur miq fletësa, historie që kontarohet, kontributi i madh i sportistëve të këtij sporti të veçantë. Bëhet gati Alban Cana për kërcimin e parë në këmbë nga ura. Groja, në shko ato, ne, qato ullë, qato. Haqë. Söyle. Söyle, söyle. Haqë, pronuna. Haqë, söyle. Söyle. Vlerësimi haqë ka do, haqë. Qato ullë, qato.
9.5, 8, Bonxhej 8.5. Bëhet gati për kërcim Alia Bugari nga Sarajeva. Dua. A je vro, io. Ciao. Dove c'ha uno studio? C'era un'altra, c'era. Alia Bugari nga Sarajeva sprovon vetë kërcim në këmbë nga ura e fshehtë. Kërcimi Alia Bugari në Signoris 10, 9.5, 10. Bëhet gati Zyber Shala. Kërcim në këmbë. Parsheta në sen. Parsheta në sen. Bëhet gati Zyber Shala. Kërcim në këmbë. Kërcimi i ris 9.5, 9. Valla vetë, jam ujtë. Yeah, 9.99. Bëhet gati Ensar Bugari nga Sarajeva. Mi Sarajevo. Allah mi thua. E pas ti Tekim Iftari. Oh, no. Ullu, Gjek, ullu. Değil, se la. Dua trëmbitje për Ensari. Javën e kaluar ka marrë pjesë garat e Moshtarit dhe garat tjera. Kërcimi i Ensarit, vlerësimi i ris 8.5, 8.5. Tekim Iftari bëhet gati për kërcimin e parë në këmbë. Tekim Iftari. Kërcimi Tekim Iftari, kërcimi i ris 9.5. Ksim Krasniqi është kërcyesi i fundit në këmbë nga ura. Ullu. Oh my God, look at the two triple one, they're standing on. Oh my God! Kërcim, vlerësimi i ris 10, 9.5, 10. Të mirë. Dhe i shtash më e mirë. Bëhet gati Zigur Gashi.
e përcjellin sigurin, kërcimin e tij të parë në këmbë. Kërcimi i sigurit, vlerësimi i orisë 9.5. E tash vjen ajo pjesa e karave më atraktive, kërcimi në stilin davantyshe. U japim zemër të moshave që do qërohojnë vetën nga të fluturojnë pikë ambient të këndshëm në kanionin e Trinit, që është pejzazhi më i bukur në Kosovë. Tash është rradha Pas disa vitesh kthehet në karat e kërcimeve stili dallandyshe. Vjen i pari, Ardian Morina. Bravo! Kërcimi i Ardian Morinës, vlerësimi i orisë 9.5, 8.5, 9. Bëhet gati Shkencen Koçi. Söyle. Çöp fotoğrafı. İyi hadi. Seni kapıyı çaldı çalsın. Ha? Evet seni kapıyı çaldı. Söyle. Nën kampioni i karave të vitit kaluar, pjesëmarrës në karat ndërkombëtare në Mostar, në Podgoricë, në shumë organizate sot vjen për të fluturuar në kanionin e Trinit këtu tek ura e bukur e fshehtë. Haydi. Haydi! Haydi Marie. Nuk është ai që ndërka punë. Jo s'ka. Jo, s'ka hier. Politika. Haydi! Bravo! Bravo! Bëhet gati Florit Gashi. Është hapësira dhe lartësia e kampionëve që edhe sot kanë vendosur me na sjell çaste emocionuese në këtë kartë tradicionale unike në vendin tonë, se jo me Manchester. Troja. Troja. Dua. Cili del kampion net ma. Zoja do. Zoj. Mo. Çfarë? Hua, kampioni aktual. Bravo! Bëhet gati për kërcim davantyshe, Kreshnik Bejra. Bravo, e dite. Bravo. Yok.
Në sorë punë. Se vjaj Kreshnik Bera vazhdon traditën e kërcimeve. Bravo! Kërcimi Kreshnikut 9.5. Bëhet gati Albion Gashi. Europa. Aha. Do të presim një moment. Europa. Aha, se ka ro me bark. Me bark ka ro. Ja, jo kry. Kalush. Dhe çpak një vëtë. Edhe pakës që kërcysi edhe pakës presim. Kërcimi e Albion Gashi, ndërsimi Ris, 9.5. Bëhet gati Ardit Bera. Milion i ri. Arditi! Hop. I gjujti para vogël. Bëhet gati për kërcim stilin ndalëndyshe Ardit Bera. Hajde! Ata këtu. Ka minutën në paro. Për me. Bravo! Kërcimi e Ardit Bera, ndërsimi Ris, 9.5. 9.5. Dhe i fundit është Bletar Morina. Kërcim stilin ndalëndyshe. Hadi uli çek. Uli. Oğlum sen ne diyorsun? Tu te urasaki. Casa de paz, casa de escola. Joga bastante. Duri. Ai, bom ficar bom. Porque está. Mas é muito importante. Já que não lembro. Kërcimi e Bletar Morinës, ndërsimi 9.5. Ka përfunduar cikli i kërcimeve të para. Pas një pauze do të rikthehemi te kërcimet e dyta nga kërcimore e stilit ndalëndyshe. Hajde nga respekt. Shkuta? Allora, non è. Non è,